Shteti grek ka shpallur non grata gazetarin e njohur investigativ Artan Hoxha duke e cilësuar si të padëshirueshëm dhe kërcënim për rendin publik në Greqi. Kështu, Hoxhës i ndalohet përjetësisht hyrja në territorin grek. Njoftimi i është bërë ditën e djeshme, teksa gazetari ka qenë duke udhëtuar drejt Janinës në momentin kur është ndaluar nga policia greke në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës. Në sportelin e policisë kufitare, ku kryhet kontrolli i pasaportave për qytetarët që hynë në territorin grek, gazetarit Hoxha i është komunikuar se nuk mund të hyjë në Republikën e Greqisë, pasi përbën rrezik për rendin publik dhe sigurinë e brendshme të shtetit grek. Pasi i është marrë pasaporta, ai është mbajtur për rreth 1 orë në policinë greke. Rreth orës 10:30 me orën lokale, i është komunikuar vendimi i autoriteteve greke që e shpall non grata për një afat të pacaktuar. Në vendimin që policia greke i ka dorëzuar gazetarit Hoxha, thuhet, është karakterizuar si person i padëshirueshëm. Konsiderohet person i rrezikshëm për rendin publik dhe sigurinë e brendshme, për shëndetin publik ose marrëdhëniet ndërkombëtare të një ose shumë shteteve të Bashkimit Evropian. Ky është një rast i përsëritur nga autoritetet greke ndaj gazetarëve shqiptar, të cilët kanë denoncuar apo ekspozuar aktivitete të paligjshme në dëm të interesave të Republikës së Shqipërisë apo në dëm të interesave kombëtare shqiptare. Një vendim i tillë është marrë më parë për gazetarin e Top Channel Marin Mema, i cili nuk është lejuar të shkel më në territorin e Greqisë me argumentet se dëmton interesat greke për shkak të dokumentarëve që ai publikonte mbi genocidin ndaj shqiptarëve të Çamërisë.